Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Zbulohet pasuria e Klevios, shifra e çmendur e parave që ai zotëron. Gjatë një prononcimi në intervistën e tij të fundit, Kleviola Meti ka ndarë detaje lidhur me statusin e tij ekonomik dhe ndikimin social. Duke folur për përmasat e audiencës së tij, ai u shpreh: "Me influencën që kam, nxjerr 2 deputet." Në rafshin politik ai deklaroi mbështetjen për Edi Ramën, duke theksuar se ky qëndrim binte në kundërshtim me atë të babait të tij, i cili ka qenë përkrahës i Sali Berishës, një diferencë që ka shkaktuar mospajtime të vazhdueshme në rrethin familjar. Klevio trajtoi gjithashtu periudhën e qëndrimit në institucionet e vuajtjes së dënimit. Ai sqaroi se mjediset e burgut i shërbyen si piknisje për një aktivitet tregtar, konkretisht në sektorin e shitjes së syzeve.